Porosia e mbretit. Duke ndjerë se i ishte afruar vdekja, me zë si të mekur, mbreti kërkoi vezirin e tij, të cilit i tha: "Kam disa porosi të cilat dua t'i respektosh, pasi të kem dëruar jetë. Porosia ime e parë është: kur të më vendosni në rivol, të më lini duart jashtë edhe të hapura, që t'i shohin njerëzit. Porosia e dytë: arkivolin tim do ta mbajnë vetëm mjekët, edhe askush tjetër. Porosia e tretë: në rrugën nga pallati mbretëror deri tek varrezat, dua të hidhni florintë dhe xhevairët që kam grumbulluar gjatë jetës." Pasi mbreti i përfundoi porositë e tij, veziri ja kapi duart, i puthi dhe i mblodhi tek kraharori i tij. Mandej i tha: "Lart madhëria juaj, të gjitha porositë tuaja do të zbatohen, por a nuk më thua çfarë mesazhi kërkon të përcjellësh me to?" Mbreti fshertiu thellë dhe i tha: "Dua t'i jap mbar botës një mësim, të cilin unë vetëm tani në prag të vdekjes e kam kuptuar. Me porosinë e parë, dua t'u them njerëzve se në këtë botë kemi ardhur duar bosh dhe do të largohemi o duar bosh. Me porosinë e dytë, dua që njerëzit ta kuptojnë se kur vjen vdekja, nuk ka mjek që të bën derman, dhe se shëndeti dhe jeta janë një pasuri që nuk e ka në dorë asnjë njeri. Me porosinë e tretë, dua që njerëzit kuptojnë që rendja pas pasurisë i babzitur është diçka e pavlerë, sepse as edhe një monedhë floriri nuk do të marrim me vete, por edhe sikur ta marrim, nuk na bën dobi."